Ditën e sotme po diskutohet në Këshillin e Mandateve kërkesa e prokurisë së posaçme për të i dhënë leje për arrestimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Për të folur mbi këtë proces kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin Zaqi Islami. Zoti Islami, faleminderit shumë për intervistën. Përshëndetje, mirëmëngjes. Zoti Islami, si e gjykoni këtë proces të po themi Këshillit Mandateve dhe çfarë duhet vendos lidhur me Belinda Ballukun? E kemi thënë, e kanë thënë dhe të tjerë, e kam thënë dhe unë në mënyrë të përsëritur në emisionin tuaj, në sa herë që kemi diskutuar këtë çështje, që gjithë këto procedura, të shkruajtura procedura ligjore që janë as pak ligjore, por janë procedura korruptive, bëhen vetëm e vetëm për të shpëtuar Belinda Ballukun nga burgu. Por nuk është për të shpëtuar vetëm Belindën, se Belinda e din të tërë, tani e din dhe kalamajt e qerdheve që nuk është Belinda fajtori dhe hajduti kryesor në ekonominë shqiptare. Hajduti kryesor është Edi Rama. Dhe pikërisht Edi Rama i bën këto veprime për të shpëtuar veten e vet nga burgu, sepse e di që po vajti në burg Belinda Balluku, do filloi të flasë, do thotë të vërtetën. Dhe e vërteta është shumë e hidhur për Edi Ramën. Kështu që kot vinë vërdall, jo do shkojnë në parlament, jo do shkojnë në kushtetuese, jo do kthehen prapë parlament, jo do heqin mandatin, jo do të heqin mandatin, zotëri. Njerë mandatin me ligj është hequr para 3 vjetësh në Shqipëri. Këta tani e heqin edhe vën kur të duan atë ligjin e imunitetit. Kështu që e themi dhe mbetet kështu siç e themi, që Belinda Ballukun ata nuk e arrestojnë. Kaq. Zoti Islami, Balluku ka vendosur që të mos shkojë në Këshillin e Mandateve, por të çojë avokatin, ndërsa paralelisht ka qenë në kryeministri në një mbledhje me kryeministrin Rama. Si gjykoni këto lëvizje të zonjës Balluku? Po janë bërë marrëveshjet. Janë firmosur marrëveshjet ndash midis tyre ata të dy, ndash me Spakun ose me GKK-on, ose te Këshilli i Mandateve. S'kam, këto janë procedura të thajuara, vetëm që të shpëtoj Belinda nga përgjegjësia, të shpëtoj Edi Rama në fakt. Lufta bëhet për të shpëtuar Edi Rama, nuk bëhet për Belindën. Sa avokat ju mendoni që ka një marrëveshje mes palëve që të mos arrestohet Balluku? Pa diskutim, po të mos kish marrëveshje, do ishte arrestuar që para 6 muajsh. Zotëri, janë zbuluar vjedhjet, janë zbuluar abuzimet, janë zbuluar ato krimet, përse se kërkojnë që para 6 muajsh përse se bën që para 6 muajsh këtë kërkesë organet e GKK-s edhe të Spakut. Jo më zotëri, jo, janë 100% në marrëveshje me njëri tjetrin, kanë mbaruar ajo punë, shqiptarët duhet t'i japën syt. Po përveç asaj kanë mbështetësin kryesor të tyre që është Sali Berisha. Zoti Islami, çfarë ndodh nëse kuvendi vendos përheqjen e imunitetit dhe pastaj GKK-ja vendos arrestimin e Belinda Ballukut? 1% ka gjasa të ndodh kjo. Po nëse ndodh, i bie që drejtësia është e pavarur. Po nuk e heqin mandatin ata, se po heqin mandatin e saj dhe po u arrestua ajo, që Gojtej Liga thonë se ka ikur se çfarë këtu. Kështu thonë Gojtej Liga. Kështu më thonë mua ca informacione që më vinë, më flasin natën në vesh. Pra, asnjë gjë nuk do ndodh. Asnjë gjë. Do ndodhte diçka në Shqipëri nëse do kishte opozit, zotëri. Meqense s'ka opozit, gjithçka e gatuajnë dhe hanë vetë, po i njëjta parti, po i njëjti pushtet monopartiak, po i njëjti parlament monopartiak, po i njëjta qeveri monopartiake, kaq s'ka mos prisni gjë. Unë habitem që shqiptarët akoma shpresojnë se Edi Rama do bëj drejtësi dhe do i bërë gjëra në përmendje. Është e pamundur, nuk vret veten Edi Rama. Zoti Islami, po çfarë marrëveshje është kjo kur Spaku ka kërkuar arrestimin e zonjës Belinda Balluku? Se po të kishte një marrëveshje mes Ramës dhe Spakut, nuk do shkojë deri në kërkesën e Spakut për arrestimin e saj. Spaku nuk e pengon gjë të shkruaj letra, të dërgoj letra sa të ketë letër format në tavolinë.
po letrat me të letër. Populli kërkon vepra. Dhe vepra s'ka. Deri tani keni parë ndonjë veprë ju? Për shembull Spaku e pezuar nga Lot detyra. Belinda Balloku me GKK-on, lot me Spakun, lot me shqiptarët, lot me qytetarët e ndershëm, tallet. E di si thonë kësa nga anët tona, shprin larë. Kaq. Zoti Islami, po si tallen kur ne kemi prapa hekurave disa ish zyrtar të cilët i ka arrestuar po ky Spak, pra ish ministra, kryetar bashkie, pra kemi 10 zyrtar që janë arrestuar, kemi një ish zëvendës kryeministër që është në Arrati, kemi një zëvendës kryeministër të cilën Spaku e pezulloi dhe kërkon arrestimin e saj. Pra ka ngelur vetëm posti kryeministri që akoma s'është prekur nga ky institucion dhe kjo prokurori. Janë persona të cilit i ka quar vetë me dëshirën e tij Edi Rama, i ka shitur, ka punuar deri dje me ta, po ata nuk i kanë pasur sekrete në dorë dhe pistollëqe që ka bërë Edi Rama. Prandaj i ka dërguar atje dhe nëse ndonjëri ka pasur, nuk ka guxuar t'i thotë sepse vepron ligji kodi heshtjes, që ka mafia. Se në Shqipëri kemi mafia në politikë, nuk në shtet. Nuk kemi politikan, kemi mafios, kemi grup të strukturuar, kemi kriminal që quhet Partia Komuniste e Punës Socialiste Demokratike e Shqipërisë. Ky është grupi strukturuar kriminal që komandon Shqipëri. Dhe mos harroni 76 deputete që vendosën për deklarimin e gjinisë. Kjo i thotë të tëra. Prandaj them që kot shpresoj shqiptarë dhe prandaj u them mos shpresoni dhe mos u lodhni, mos harxhoni energji për një gjë që e ka marrë ferauratën me kohë. Burime mediatike thonë që është një fuqi shumë e madhe që fshihet prapa Spaku dhe gjitha veprimet që po realizon Spaku po bëhen në koordinim me një fuqi shumë të madhe. E mendoni që brapa Spakut qëndron dikush ose një shtet ose një fuqi ndërkombëtare të cilën Rama nuk ka mundësi që të negociojë? Do ta konsideroj dhe këtë një thashë them të radhës për arsye se nëse është fuqi e madhe siç thoni ju, siç thon ata, atëherë kjo fuqi e madhe s'ka nga kush trembet nga unë apo nga ti? Kërruan mua apo tyja? Po është fuqi e madhe dhe po është ai që thot dhe të dalë të bëj arrestimet, s'ka një bëj dy, nuk ka vend aty për komente dhe për diskutime. Jo zotri, jo. Jo më janë marrëveshje të tërë. Është deep state që i mbron shqip troç. Zoti Islami, pa arrestime janë bërë deri tani nga Spaku. Pra kishe menduar janë arrestuar qironkat vogla që s'kan asnjë vlerë. Po avokat, kishe menduar ndonjëherë që ti mund të arrestoj Ilir Beqaj, mund të arrestoj Lefter Koka, mund të arrestoj Ilir Meta. Pra janë zyrtar shumë të rëndësishëm që deri dje kanë qenë në poste kyçe dhe po themi në politikë shumë të rëndësishme të Shqipërisë. Dhe askush se kishte menduar që do vinte një moment që Spaku do godiste kaq lart. Kemi një zëvendës kryeministër në Arrati, kemi zonjën Balluku e cila po kërkohet arrestimi i saj. Po pse nga kush e kërkojnë? Nga unë? Ta arrestojnë. Po ka prova. Të lutem, ka ligj, ka një kod procedurës penale. Në qoftë se kapet kuvend. Po dale një minutë tani, ta them unë atë që kam për të thënë. Në qoftë se ka provë të pakontestueshme që Belinda Balluku ka vjedhur, atëherë Spaku është bashkëpunëtor me të që nuk e arreston. Shkurt. Atë po bën Spaku, se është në kuvend për kërkuar leje. Po jo po bën, s'ka po bën. Jo më jo të arrestoj që s'kemi atë punë. Është në kushtet e flagrancës, zotëri. Do me thënë, mund të vrasë një njeri ajo nesër me armë, të marrë armë, të vrasë njeri dhe duhet të heqim imuniteti pasaj të arrestojmë. Që bëjmë kështu, që kjo është kushtet e flagrancës, kur vret një njeri që s'ka leje. Pastaj, momentin që s'është kushtet e flagrancës, Spaku detyrimisht kërkon leje nga kuvendi. Zotri, ka gjithë këto kohë që po vinë vërdallë që ne përka në Shkop dhe nuk e arrestojnë. Zoti Islami, çfarë prisni nga kuvendi i Shqipërisë? Do jap lejen kuvendi për arrestimin e Ballukut apo nuk do jap leje? Jo, nuk do ta japi leje. Mendoni që Rama do vazhdojë të qëndrojnë pushtet? Do të qëndrojnë pushtet me atë logjikën e të gjithë mbretërve. Jam mbret, jam unë dhe s'ka njeri pas meje. Pikë.
Opozita ka thirrur disa protesta të cilët kërkon që Rama të jap dorëheqje dhe të shkohet në zgjedhje. Keni besim të opozitës shqiptare? Po, mirë mos sa herë do t'ua them mos mazinin duhet atë ta shqyrquajtur në opozitë. Sa herë duhet t'ua them? S'ka opozitë më zotëri, nuk ka. Nuk është opozitë ajo. Ajo është opozitë e kontrolluar, e komanduar, e kastruar. Ju lutem. Zoti Islami, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Edhe unë ju falenderoj juve.